Tano Karidi është lule, besnik me çfarë është Edi Rama dhe Taulant Balla. A ishte një akt i shëmtur, i turpshëm, ti shkosh tjetrit në dera e shtëpisë, pa një autorizim, meriton ke shkel rëndësh, ligje dhe kushtetut. Në qoftë se shteti ka probleme me secilin politikan, shteti ka ligjet se si procedohet ndaj tyre. Si procedohet ndaj tyre. Dhe vendos gjykata për një akt të tillë. Kurse shkruarja e tij tregon totalisht se këtu është një shtet i kapur, një parti shtet, një mafje e vërtet. Çdo njeri duhet hetohet në përputhje me procedurën ligjore. Po kur tani Tano Karidi kishte krime, po mos kujtoj se i ka Taulant Balla më të pakta krimet se Tano Karidi. Tano Karidi krimet i kishte në film, Taulant Balla i ka dal vivo, i ka reale, nga vrasjet tek krimet madhore elektorale, tek droge e tjere me radhë. Nuk ka krim me cilin nuk është i mbrojtur ai.